Në mesin mbi 70 filmave të zhanreve të ndryshëm të metrazhit të shkurtër dhe të gjatë, çmime fituan edhe Tutavia nga Mets Racing nga Britania e Madhe, fitoi vendin e parë. Në kategorinë e filmave të metrazhit të shkurtër eksperimental, Farewell Scenes nga Angelina Chanek nga Gjermania u shpall filmi më i mirë si film dokumentari metrazhit të shkurtër, ndërsa The September Woman, film dokumentari metrazhit të gjatë nga Alben Altunç nga Turqia, u shpall filmi më i mirë në këtë kategori. Në kategorinë e filmave të shkurtër, filmi më i mirë u shpall The Man Who Rescued the Princess i Marisa Vian Serrano nga Meksiko. Në kategorinë e filmave të gjatë të luajtur, u shpall filmi Escapes nga Mercedes Gaspar nga Spanja. The Hall ishte filmi më i mirë në kategorinë animacion të shkurtër i regjisorëve Robert Banning dhe Venera Klinger nga Gjermania. Fituesit e këtyre çmimeve thanë se u ndan teje të kënaqur me organizimin, përkundër që ky është vetëm edicioni 3 i festivalit, ndërsa ata që erdhen nga shtetet e tjera thanë se kanë mbetur të mahnitur edhe nga mikpritja që i bën Ferizajasit. Për 4 ditë sa qëndrova u kënaqa këtu në Ferizaj, edhe atë duke i falenderuar qytetarëve dhe stafit të Ferfilmit në krye me Sabriun, por unë dua që sërish ta vizitoj Kosovën dhe ta eksploroj më shumë këtë vend të mrekullueshëm. Fillimisht nuk e dija çfarë të pres, por kur erdhi koha 3 gjëra i mësova. Një mot shumë i mirë, ushqime të shkëlqyeshme dhe mbi të gjitha më ka manhitur mikpritja ferizajase që është ndjenjë e papërshkruar. Më ka pëlqyer shumë Ferizaj dhe Ferizajasit dhe Ferfilmi gjithashtu. Mua më ka pëlqyer ky vend shumë, njerëzit janë shumë të shoqërueshëm, por unë dua të kthehem këtu sërish, ndoshta edhe për të bërë ndonjë projekt për film dokumentar. Çdo vit po rritet ky festival dhe shpresoj edhe në të ardhmen më bëhen festival edhe më i madh, po kështu pa qenë i vogël nuk bëhet absolut i madh dhe besojmë që po ka dhe prurje të mira, sidomos prej vendet të larta që kanë ardhur, edhe por bëjnë përvoja të ndryshme rreth kinematografisë dhe po ka biseda. Fatkeqësisht unë nuk isha mbron, po më thanë që kanë prit filmin shumë mirë dhe filmin tim edhe filmat e tjerë dhe nuk mujta pas kontakti shumë me filmbërësat e tjerë nga bota, po megjithatë sonte do t'i takoj pak të shoh përvojat e ndryshme që kemi, t'ju themi që edhe ne nuk jemi larg me kinematografinë në vendin tonë. Ndërkaq udhëheqësi i festivalit Sabri Pajaziti tha se gjatë këtyre 5 ditëve u dëshmua se në Ferizaj ka filmdashës, por se gjithashtu dita ditës Ferfilm po bëhet më i afirmuar në botë. Natyrisht ne jemi kënaqur që këtë punë që si pikëparë kemi filluar dhe festivali Ferfilm është vetë edicioni 3 si vjet, edhe sigurisht që është në rritje sipër. Çdo festival ka filluar me vështirësitë e veta. E mira është që festivali po e fiton kredibilitetin e tij, edhe natyrisht në këtë kuptim si themi i ka vendosur themelin e një rrugtimi të gjatë. Gjatë 5 ditëve sa zgjati ky festival, filmdashësit Ferizajës patën rastin që të shohin filma nga krijues nga të gjitha kontinentet dhe kështu të kompenzojnë sadopak mungesën e kinemas në qytet. Festivali ndërkombëtar i filmit po sjell prodhues të filmave nga vende të ndryshme të globit, kurse Ferizaj vazhdon të mbetet me shpresë se në vitin e ardhshëm filmat do të shfaqen në kineman e re.